Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Peja është njëra nga qendrat e mëdha të tregtisë së arit në Kosovë. Brenda vitit, në industrinë e shitjes së përpunimit të arit, në këtë qytet qarkullojnë miliona euro dhe qindra kilogram ari. Në dyqanet artizanale të ndërtuara ndër shekuj, zhvillohen bizneset që sjellin përfitime për dhjetra familje të zonës. Tregtia e arit zhvillohet në rregulla strikte. Aty çdo gram është me vlerë të lartë dhe çdo shitje duhet të jetë fillimisht e certifikuar e më pas edhe e raportuar në institucione. Sipas rregullave ligjore, për të konstatuar cilësia e arit, ai duhet të jetë i stampuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Kosova nuk është prodhuese e arit dhe si rrjedhoi, brenda vitit qindra kilogram ari importohen. Sipas rregullave, për këto sasi të importit duhet të paguhet dogan dhe tatimin e vlerës së shtuar. Po çka ndodh në Pej? Informatat inteligjente të policisë dhe prokurorisë tregonin se disa prej artarëve të këtij qyteti kishin dalë nga rregullat. Fillimisht, ari i cilësisë jo të mirë importohej në rrugë ilegale për të përpunuar më pas dhe për të shitur tek konsumatorët si produkt i cilësisë së lartë. Edhe më e rëndë, situata paraqitet në mosdeklarim. Burimet inteligjente tregonin se bizneset kishin importuar ari pa e deklaruar atë në doganën e Kosovës. Një trup speciale e përbërë nga hetues të krimeve ekonomike dhe prokuror është ngritur në prokurorinë e Pejës. Detyra e tyre është verifikimi i informacionit të cilat ngjallin dyshime se në dyqanet e arit në Pejë ishte ndërtuar një skemë e madhe e manipulimit me cilësinë e arit dhe importin ilegal të arit. Trupa ka arritur të grumbullojë informacione inteligjente të cilat ngrisin dyshime se artarët kanë depo të fshehta në dyqanet e tyre e bunker të fshehtë ku ruhet ari. Ishte vera e vitit 2025 kur një urdhër i mbajtur i fshehtë nga prokuroria e Pejës niste implementohet nga një ekip i veçantë i policisë së Kosovës. Ata kishin detyra të verifikonin informacione për një skemë të manipulimit në shitjen e arit, e cila po u shkaktonte dëm blerësve dhe miliona euro humbje buxhetit të Kosovës. Të vënë në krye të operacionit të grumbullimit të informacioneve, dy hetues kanë hartuar një raport konfidencial për prokurorinë e Pejës. Raporti ka të dhëna të qarta. Aty hartohet një skemë tërë keqpërdorimi. Në hartën e hetuesve janë renditur dy kompani të cilat kanë 4 lokacione. Mbi hartën e krijuar nga hetuesit, prokurorët identifikojnë pronarët dhe skemën e funksionimit të grupit. Ari dyshohet se vinte në Pejë dhe përpunohej, ndërsa nxirrin e treg pa u paguar tatimet e shtetit. Mbi të dhënat e grumbulluara, prokuroria e Pejës kërkon nga gjykata e këtij qyteti autorizimin e një operacioni masiv të kontrolleve në shtëpi dhe lokalet e dyshuara. Në një pasdite të shkurtit, gjykata e Pejës lëshon urdhrin të cilën autoritetet marrin lejen e plotë për të vepruar në terren. Hetimet kanë identifikuar lokacionet dhe dyshimen, ndërsa për të verifikuar keqpërdorimet në terren duhet të ftohen edhe disa institucione të tjera. Dogana e Kosovës ftohet për të mbuluar çështjet doganore, Inspektorati i Tregut ftohet për të kontrolluar cilësinë e arit, ndërsa ATK ftohet për të kontrolluar pagesat e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe deklarimet tatimore. Plani operativ i përgatitur në detaj do prezantohet para autoriteteve mëngjesin e datës 13 shkurt. Të nderuar të pranishëm, sot po ju njoftoj që sot jemi këto për të zbatuar dy urdhër kontroll të lëshuar nga gjykata themelore Pejë me qëllim të kontrollit në dy subjekte ekonomike dhe në shtëpi banimit, po ashtu dhe në gjitha hapësirat të cilat konsiderohen që janë në kuadër të këtyre pronarëve, hapësira përcjellëse. Dhe ju njoftoj, janë doganjarët, janë administratat tatimore, janë inspektorët e tregut, dikun rreth 22 inspektorët e tregut, nëse nuk gaboj, në krye me kryeshefen ekzekutive të tyre. Janë njësia do thot për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsion, ata të cilët që 6 muaj kanë bëu hetime intenzive në drejtim të kësaj çështje penale. Kemi të bëjmë me 2 vepra penale dhe atë kontrabandimi modrave dhe mashtrimi blerësve.
Në raport me këto dy vepra penale, kem siguru informacione mbi bazën të cilave do të zbatohen këto urdhër kontroll, ku konsiderojmë që do të gjejmë prova materiale të cilat do të dëshmojnë këto vepra penale. Ju keni të angazhuar, do të thonë sot 3 prokurorë të shtetit, secili ka me qenë, do të thonë, në koordinim me Policinë e Kosovës. Detyrat janë të qarta, secili duhet t'i kryejë detyrat e veta ligjore, ndërsa për të mos i lënë asgjë rastësisë, 3 prokurorë do jenë të ngarkuar për të mbikëqyrur gjatë gjithë kohës procesin e grumbullimit të provave. Aktualisht jem duke vazhdu për me zbatu një kontroll i cili është parapa në bazë tullit shumë për gjykatës themelore në Pej, pas kërkesës nga prokurori i shtetit nga prokuroria themelore në Pej. Operacioni ka mu zhvillu në bashkëpunim me gjitha institucionet relevante, përkatësisht doganet në Kosovës, ATK-n, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, si dhe Policinë e Kosovës. Së bashku me njësitë të hetimeve për krime ekonomike, jemi duke zbatuar një urdhëresë për bastisin e disa lokacioneve. Urdhëresë kjo lëshuar nga ana e gjykatës themelore në Pej, përkatësisht gjyqtari i procedurës paraprake. Kjo urdhëresë është lëshuar në bazë të kërkesës së prokurisë themelore në Pej, pas disa informacioneve që janë sjellur nga njësiti e hetimeve për krime ekonomike. Jemi duke shkuar në lokacionin bazë të cilit e kemi edhe urdhrin e lëshuar nga gjykata për kontroll, ku së bashku me të gjitha akterët të cilët janë të përfshirë në këtë zbatim të këtij urdhrit, është një hetim i cili në bashkëveprim me hetuesit e hetimeve të krimeve ekonomike dhe korrupsionit nga stacioni policor në Pej, kemi punuar parafërsisht diku 6 muaj lidhur me këtë rast, ku më pas edhe e kemi kërkuar edhe urdhrin nga gjykata, i cili është lëshuar e tani sot do të bëhet zbatimi i njëjtit. Një grup zyrtarësh të shtetit përfshirë polic, doganier, inspektor të prirë nga prokuroria e Pejës nisën drejt dyqaneve e shtëpive ku dyshohet se ka bunker të fshehut të arit dhe mallrat që nuk lejohen për të shitur. Detyra e parë është për policinë. Ata do bllokojnë pronarët dhe hapësirat ku do të kryhet kontrolli me qëllim që asgjë të mos i lihet rastësisë. Informacionet inteligjente tregonin që mallrat janë të fshehura me detaje dhe kontrolli duhet të jetë shumë i detajuar. Përshëndetje prokurori Malben Hasaj, pronari. Zyrtar policor njoftoi me urdhër kontrollin e sigurimit të gjykatës, nga nevojitet prezenca e pronarit të shtëpisë private. Hadi inspektora, futem i porti. Përshëndetje. Jemi për policisë Kosovës. Po. Bashku me neve është prokuroria e shtetit. Përshëndetje. Inspektoriatin Fishet Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, niveli qendror. Kemi inspektorat e ATK-s, cilët kanë me bënë një inspektim të mazit që kitur. Cilësisë, sasisë, të origjinës, në të gjitha që lidhen me aktivitetin biznesor. Në 2 lokale zhvillohet tregtia dhe përpunimi, mirë po si zakonisht çdo veprimtari e ndaluar ka edhe një rrjet prapa saj. Në hetimet paraprake ishin marrë informacione se shtëpitë e pronarëve ishin përdorur po ashtu si zona ku strehoi malli i padoganuar. Për këtë arsye, prokuroria e ka kërkuar gjykatës që kontrollet e detajuara të zhvillohen edhe në shtëpitë e dyshuarve. Duhet me bëni bastisje të shpejt. Është prezent edhe prokuroria e shtetit. Duhet 2 dëshmitar mi pas këtu, a bani letër njoftim tonë. Zoja Sadia Morici, që menaxhon me këtë vendngjarje që ashtu e quajmë, sigurisht është hera e parë për ju, po mos më shqetësu kur na duhet me zbatu urdhrin e gjykatës. Që ka shumë gjykata themelore në Pej.
Po atëherë vazhdojmë të shtëpia private, pjesa tjetër mbetet këtu. Pyetja bazike para çdo kontrolli është i kërkohet pronarit të deklarojë nëse ka diçka ilegale. Në rast kur gjërat e ndaluara deklarohen, kjo është një rrethanë lehtësuese, por zakonisht deklaratat janë mohuese. Të shërshena kushe që të do. Hajtën, veç me na prezentu që të aty me lirë, ka një vazhdojnë na. Kushtë, e konë të rëpitja apo Lejen a dhënë të afatit skadencës. Ha? Dhe 27 në këtë. Për të qenë çdo gjë sipas rregullave, pronarëve dhe punëtorëve të dyqaneve u kumtohet informacioni se gjatë bastisjes mund të kenë avokat, e po ashtu ata mund të jenë prezent, dhe gjithashtu tregohet se gjatë bastisjes duhet sigurohen edhe nga 2 dëshmitarë. Sokon antari familjes. O kri problem, ne që... Andi, me lypin avokatin? E ki drejtë, nga s'pëlypim, e ki drejtë me pas avokatin e vetë gjatë kontrollit. 2 dëshmitarë dushme në siguru me kon prezent, kur kontrolloj mos përprishim diçka mos pyru, me kon prezent. Edhe ju normal që keni me kon prezent gjatë kontrollit. Pronarët kanë deklaruar se janë në rregull, nuk kanë thyer asnjë ligj dhe malli që e kanë në dyqan është tërësisht ligjor. Informacionet inteligjente tregonin të kundërtën, dhe kjo imponon nevojën e nisjes së një kontrolli të detajuar. Do kontrollohet çdo hapësirë dhe do verifikohet secili mall për prejardhjen dhe cilësinë e tij. Si zakonisht, kontrolli fillestar nis në mallrat të cilat janë të shfaqura në vitrinat e lokalit. Kontrolli vazhdon në dyqan, brenda hapësirave të cilat fillimisht kontrollohet stoku që është i dukshëm. Është a i shëndeshme? Jo, është. Sa prezenton faktura? Ka është kur motë tërësia, jenë apo është krejnë faktura. Sepa, ka i kanë sepa. E pyta për Sepa bëve ta nuk kemi, përveç që e djera madhe që tasis Konstatimin real që investi. Na momental e kemi nëzirë se sa e duhet të në pas stok. Malë që të me gramaj. Dhe gjatë matjes, qofse del ma shumë, të në logaritet malë nësese, malë pa origin. Edhe shqiptohet masa 30% që në shqiptes. Të shqipu të shetë është e vlimu prapë e deklaru. Qofse ka munges, këtë vëto ka bo shqipje, po si ka deklaru. Tjetër, krye prokurore, na duhet mi referu çdo herë dokumentacionit. Tati Banglusi ka për obligim ligjor me 28 janar 2024 me dorëzu libra elektronike, blerët e shitje. Po duhet tash aty na duhet qosin me posta shqip, po të kthejmë zyre,
mja për cilë nëse ka në i pake vullësi, të librat, edhe në i deklarat që i në mund, dhe me thoni i matë ta. Nëse konstatohet që ka lirë të madhe, atër rasti deleguat në Prishtinë për trajtim. Edhe aty është ekipa që bën analizën e riskut. Në minutat e parë të kontrollit, informacionet inteligjente nisin të konfirmohen. Kur zyrtarët doganor fillojnë kontrollin e dollapëve, ata vrejnë se ka hapësira të fshehura brenda tyre. Urdhrohet hapja e tyre me forcë. Prapas zyrtarëve të fshehtë nisin të dalin depot e arit, të cilat nuk ishin të deklaruar. Tash e motën që. Kjo mbrana është qëka shkapsiva. Kjo e me të thënë që kjo është në pjesë.
Forenzike. Hajde. Sipas rregullave, malli që gjendet i fshehur dhe i padokanuar cilësohet si malli kontrabanduar. Në këtë rast, ari i gjendur në depot e fshehta do sekuestrohet nga dogana. Gjendja këtu është parapërsisht, është në OTK-s. Stoku është në numër filla e 714. Gjendja këto. Gjendja këtu. Pak 300. Stokën libër, ka dikur 21.000 diçka. Në thonë që mas OTK-s i ka bo shqitje, se ka eliminu në stokën. është kushën e OTK-s. Dhe me thonë, keq ka gjithë ari jashtë që saj, kam pësuat një. Kjo punë OTK-s është ma shumë. Edhe mirë vështi me këto që konfiskojnë këta është diçka ministria. S'kena punë. Tash pjesë inspektoratit është kjo që ka bëjë me deklaracion me kalitet. Po, ka që kanë procedurën e ja këtej. Ta gjithë masave në përshqitin në gjithë. Na mundë me vazhdo me procedura të una. Argjenda që veçare. Po, veçare. Që s'është pjesë e stokut deklaruar. Keqa që kemë shef. Qitash, që tonim shef, na nuk kena punë ma me letra me staf. Jo, e në rregull është, po që kjo është shkollë gjithë ekspozume edhe me raport me letra. E barazën sa është diferenca? 1 kilo diçka këndu. Që e 1 kilogram? Nuk që është konfisuat, mongu. Nuk ka ma shumë, shtu së letra që në konfisuat ato, po është ma pak së letra. është në domenin e OTK-s, stokun me barazën me malli paksik shoqe. Do më thonë, të në stok, malli paksik po ma pak sa që në stok. Ta shë OTK-ja të jene në atë. Malli që të ka gjithë në shërë, konfiskohet e do përë. Dhe me një rëmën të ashtë. Dush marrë me neve prezent në komë, në të shu, edhe në të qënë një të Në orët e para të kontrollit, dogana ka zbuluar disa bunker brenda lokalit i cili po kontrollohej. Unazat, zinxhiret dhe stolit me vlera të larta janë futur në thasët e prova dhe do sekuestrohen nga dogana. Paralelisht me këtë kontroll, ekipet e inspektorëve të tregut janë në detyrë tjetër. Ata do kontrollojnë nëse malli i ekspozuar në vitrinat e dyqanit është i cilësisë së mirë dhe ka vuljen e cilësisë së Republikës së Kosovës. Për periudha për dijet? Për periudhë jemi ende në pritje edhe për ATK-s. ATK-ja i ka konstatuar që 22 kg i ka subjekti ekonomik. Tash në rast se ka varësisht prej këtij sasisë që jemi tu e marrë dhe tu e marrë, në fund e shohim në rast se ka më tepër se 22 kg tu gjatë inspektimit, atëherë në antikontrabanda e sekuestron, në rast se ka më pak atëherë
shqipton gjob për shkuanke fiskale. Atë këja, po gjithsesi kjo pjesë krejt është e pa verifikueshme, që ligjërisht nuk guxon me dalë në qarkullim për konsumator, për derisa nuk është e verifikueshme se a është ari ose metal tjetër i çmueshëm siç e përcakton ligji për metale të çmuara. Në adresën e parë, grupi hetimor ka arritur të gjejë prova serioze për kontrabandë dhe tregti të ndaluar. Depot e arit e padeklaruara zburohen bashkë me arin e pavulosur. Situata është e ngjashme në lokacionin e dytë. Atje nisin fillimisht verifikimin e se ari ka vullën e cilësisë për të vazhduar me gjurmimin e bunkerëve të fshehur. Është verifikuar te 2027. Tash cilin muaj është shkruar në flet pagesës. Verifikimi i mallrave është proces i gjatë dhe i mundimshëm. Në zonë thirret edhe kontabilisti i lokalit dhe një dëshmitar. Neve na duhet me verifiku që regjistrimin e mallit që ke bon fund vitit që i kishe 25 kg zgavusta, unoza që kanë gjatë të mishur saktë. Ajo është në fund vitit është. Doktor Editor, Të mishur dhe vlerë të shqipe që ke bon për të një muje diçka dhe është në gjep. Kontrolli i lokalit të dytë ishte drejt fundit. Hetuesit kishin verifikuar arin ndërsa informacionet inteligjente se në lokal ishte një bunker ku ruhej ari nuk ishte konfirmuar ende. Një njësi e doganës së Kosovës thotë që duke përdorur një pajisje të veçantë të gjurmoj për bunkeret e fshehur. Zbrojska. Përdorimi i teknologjisë nxjerrën e pa informacione shumë të rëndësishme. Prapa dollapit të blinduar fshihet një dollap tjetër i cili nuk shihet nga jashtë. Aty është fshehur një sasi që në dukje është një sasi e madhe e arit. Autorizohet thyrja e hapësirës për të arritur deri tek zona ku po mbahej ari i fshehur.
rreth 1 kilogram ari zbulohet një depon prapa dollapit e blinduar. Ky mall do përdoret si provë për veprimet e tjera të hetuesisë. 795 gram. 795. 60. Po sot ishim në aksion së bashku dhe me 2 prokurorë tjerë, me hetues dhe njësitë e tjera të institucioneve si doganes dhe inspektorët. Ishim në 2 lokacione dhe atë në dyqan dhe në shtëpinë e pronarit, ku dogana ka sekuestruar një sasi të arit, e cila konsiderohet e pa deklaruar. Po ashtu e pam që pat edhe disa prej mallit që ke i pavulosur. Po, ishtë një sasi edhe e arit, për cilën inspektorët na thanë se është e pavulosur nga agjensioni kompetent, andaj e njëjta është blombuar dhe mbetet që pronari ta dërgon në agjencion për verifikim të mëtutjeshëm. Se është sasi e madhe e arit e sekuestruar, konkretisht e pa deklaruar, që nuk i ka dokumentat përkatës, andaj tash mbetet më tutje të shiqojmë edhe nga agjencioni analizën përkatëse cila do të na arrijë brenda një kohe të shkurtë. Kur kontrollet e lokaleve kanë dhënë rezultatet e para, prokuroria dhe ekipi hetimor vazhdojnë në verifikimin e informacioneve të tjera. Shtëpitë e dyshuarve ishin identifikuar si zona ku mund të ketë depo të fshehta të mallrave të ndaluara. Faktikisht me depo I ka skadule. është armë gjëtis. Lejen e ka e policia poshtë për të skaduar. Konsiderohet pa leje. Po. Fillimisht sekuestruar, edhe leja dhe ana. Kontrolla fizike e shtëpisë zbulon një dollap të blinduar. Ai në dukjen e parë duket normal dhe pa asnjë problem. Kontrolli i parë është pa rezultate, mirë po verifikimi i informacioneve inteligjente i shtyn doganierët në kontroll më të thella. Prapa dollapit të blinduar, sërish gjendet një hapësirë e fshehur në të cilën zbulohen para dhe ari me prejardhje të dyshimt. Tere prokurorët. $29804. $349.94.
Po, ke 2.6. Ke 2.6, asë një parti. Fakten, pej 7 orë 2 metra majtë. S'ko shonë të është të bjene? Asë një parti. Me që numër ju? 21.6, 2004 majtë. 21.6. 2004 majtë. Uzuar 21 majtë. 21 majtë. Po, 21 majtë, të në parti. Operacioni i gjëri kontrollit përfundon pas rreth 6 orësh. Rezultatet e tij janë të qarta. Janë zbuluar bunker ari, para kesh dhe armë të ndaluara. Një hetim i thellë do pasojë në prokurorinë e PE-s. Aty do analizohet çdo provë mbledhur për të mundësuar tutje zhvillimin e procedurave të cilat mundsojnë që malli i kontrabanduar të konfiskohet, ndërsa përgjegjësit të ndëshkohen sipas ligjit. Po du me ju njoftu juve dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës se aksioni i datës 13 shkurt, i cili është zbatuar, dhe më thonë, në 4 lokaciona, ka orë si rezultati besimit të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe një punës shumë profesionale dhe të mirë të njësisë për hetimin e krimeve ekonomike dhe korupcion në kuadër të policisë së PE-s, të cilët janë mirë koordinuar në raport me të gjithë mekanizmat institucional, të cilët janë përgjegjës në rastet e trajtimit të këtyre rasteve. Me të pranuar këto informacione, unë si kryeprokurore, ku moj takime koordinuese, pothuajse ditore dhe javore, dhe kemi fillu hetimet drejtim të 2 veprave penale, kontrabandimi i mallrave dhe mashrimi i blerësve. Pas parasysh shqetësimet e qytetarëve të cilët në suaza ditore apo javore, qoftë në takimet që i kemi në kuadër të kësaj prokurie, të cilët kanë shprehur dyshime në raport me cilësinë dhe vlerën e arit, të cilët potencialisht kanë qenë blerës në këto dyqane. Atëherë edhe informacionet të cilat janë siguruar në rrugë zyrtare nga institucionet ligjzbatuese, kemi filluar hetimin drejtim të këtyre 2 veprave penale. Mirë po, për të pas rezultat siç ka rezultu ditën kritike, është tregu fakti që nëse institucionet koordinohen mirë dhe marrin përgjegjësitë dhe kompetencat në kuadër të përveprimit të tyre dhe gjithnjë në konform legjislacionit përkatës, ka treguar fakti që i kemi identifikuar se cilët janë institucionet dhe mekanizmat përkatës në rastet për trajtimin e këtyre do të thotë veprave penale dhe çështjeve të metaleve të çmuara, siç është ari dhe argjendi, dhe jemi takuar në suaza periodike. Gjithmonë të rujt konfidencialitetin në raport me subjektet edhe pronarët e bizneseve. Nga takimet jemi konsoliduar se si duhet veprohet dhe si para aksionit ashtu ditës aksionit e po ashtu edhe më pas, të e pas parasysh që secili do të koordinohemi dhe të marrim veprimet konkrete në kuadër të autorizimeve tona. Në kuadër të këtij aksioni, siç jeni vënë dijeni, edhe ditën kritike, kanë qenë të angazhuar 21 inspektorë të tregut nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Pastaj kanë qenë përveç domethënë prokurorë të caktuar nga unë si kryeprokurore, që kanë qenë 3 prokurorë ditën kritike në monitorimin, mbarvajtjen dhe mbikëqyrjen e kontrollit gjithsesi kontrollit të lëshuar nga ana e gjykatës, kanë qenë dogana, hetues doganor, kanë qenë inspektor të administratës tatimore të Kosovës dhe njësia për hetimin e krimeve ekonomike e korupcion, të cilat do të thotë kanë bashkëndruar të gjithë këta mekanizma e që një punë e mirë ekipore ka dalë domethënë me frydhënëse dhe ka dalë me një aksion i cili ka pas të gjetura të jashtëzakonshme, e që konsideroj që për Prokurinë Themelore të PE-s ka qenë një prej aksioneve me vlerë të sekuestrimit më të madhe deri më tani. A mundesh pak më përmend shifrat e vlera ose sasinë e dukatit? Po, do të thotë ditën kritike nga dogana është me mjete të tyre sofistikuara, siç kanë qenë, kanë rezultuar që dikon rreth 25 kg ari vetëm në një subjekt ekonomik dhe 424 gram argjend janë gjetë pa deklaruara, të cilat janë sekuestruar nga dogana, ndërsa në një subjekt tjetër rreth 4 kg
ari, pa deklaruar dhe po ashtu është gjetur në shtëpinë e këtij pronarit subjektit edhe një urdhore e cila ka vlerë 14 karat. Po ashtu dikon rreth 20 kg ari janë sekuestruar nga Inspektorati i Trikut, të cilët i kanë shiquar një nga një të gjithë metalet e çmuara, orin e argjendin, që kanë qenë të plasuara për treg, të ekspozuara në dyqanet përkatëse, dhe të gjitha këto të cilat janë konsideruar dhe janë konstatuar në proceset verbale të tyre që janë ari të pashënjestruar, të pastampuar dhe pa dokumentacione shoqëruese, për cilat është obligative që subjekti t'i ketë për treguar priordhjen, vlerën dhe sasinë, janë sekuestruar dhe të njëjtat me shoqërimin e policisë kanë shkuar në Agjencionin e Metrologjisë së Kosovës, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë dhe si agjencion përkatës që do të bëj ekzaminimet përkatëse të arit, secilës një nga një, duke konstatuar të gjiturat e sasisë e arit që ju kanë nështruar ekzaminimit, sa i përkat vlerës, sasisë, cilësisë dhe të njëjtit, domethënë sipas dispozitave ligjore në fuqi, kanë obligim që të thrasin subjektet që të prezantojnë eventualisht dokumentacionin përkatës nëse ditën kritike s'kan arrit për me dëshmu. Deri në këtë fazë të procedurës nuk ka dokumentacion që është prezentuar përveç një raport i cili është i 2007-ës, por që korrespondon me një subjekt ekonomik tjetër i regjistruar në RBK, jo me subjektin i cili është tani aktualisht dhe aty ku është zbatuar urdhër kontrolli. Kështu që në bazë të këtyre të dhënave, për me kanë më e qartë për qytetarët e Republikës Kosovës, rezulton që 30 kg ari janë gjetur të dy subjektet pa deklaruara, pa shoqëruara me raporte doganore dhe i njëjti është sekuestruar dhe është ekzaminuar procedurave doganore për shkak dhe kjo sasi e arit e cila korrespondon me rreth 3 milion euro vlerë ka shkuar në Bankën Qendrore të Kosovës aty ku do të vihet në dispozicion të procedurave të metodtjeshme. Sa i përket rreth 20 kg ari janë ende në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, dhe në agjencionin ku është duke u bë ekzaminimi i kësaj sasie të arit dhe presim që timojmë raportet e ekzaminimit në procedurat e metodtjeshme. Deri më tani jemi në këtë fazë procedurës, gjërsa institucionet tjera janë duke zhvilluar procedura tjera varësisht prej të gjeturave të cilat janë sekuestruar edhe dëshmi tjera, mbi bazën e të cilave do të veprohet dhe të punohet eventualisht në hetim të veprave tjera penale. Nëse ari nuk e ka qëtë vullin e Ministrisë së Tregtisë? Çdo produkt i arit, i cili duhet të vihet të plasohet për treg, duhet t'i ketë 2 vula, i cili vulën e cila ka të bëjë me ari, që do të thonë të dihet produkti se çfarë produkti është, çfarë metali, po ashtu dhe vulën gjithsesi një stamp të Agjencionit Metalurgjisë të Kosovës, i cili tregon që është ekzaminuar dhe i dihet vlera dhe sasia e këtij produkti. Dhe kjo është, domethënë, pojenta e cila na veç kemi shku në këtë aksion, përveç domethënë mallit të padoganuar, dhe për dijenin e qytetarëve të Republikës Kosovës, nëse një mall i cili mund të jetë produkt me i dobet apo me i holl apo me sasi jo shumë të madhe, sipas gjithmonë domethënë legislacionit të fuqishtë të Agjencionit Metrologjisë Kosovës, rezulton që unazat e cilat nuk e kanë ndonjë vule, atëherë duhet të jetë i shoqëruar me një raport i cili ka të saktësuara të dhënat e sakta që është certifikuar dhe është ekzaminuar nga agjencioni dhe atëherë jepet të drejta që do të thotë subjektit ekonomik ta plasojë në treg, mirë po gjithmonë me dëshminë që është i këtij kualiteti dhe ka këtë vlerë dhe këtë sasi. Çka ka ndodhur me këtë mall që është sekuestruar? Sigurisht që dogana, veç procedurat i ka ekzekutu në raport me kodin doganor, legjislacionin përkatës të tyre, ka bo vlerësimin e arit, për çka na jemi pajis me raportet mbi vlerësimin e arit, të cilat kanë rezultu me vlerën nga sektori i përcaktuar për vlerësim në kuadër të doganës Kosovës, dhe i njëjti siç thash është në BQK, për çka procedurat e metodtjeshme do të pajisemi edhe me veprimet dhe raportet tjera. Sa i përket administratës tatimore,
Na kemi gjetë edhe mjete monetare të cilat kanë qenë në cash, qoftë në subjekte ekonomike ashtu edhe në shtëpi, të njëjtat, do të vazhdojmë me procedurat me të tjeshme. Në kuadër të inspektoratit të tregut, do të marrim raportet mbi ekzaminimin e këtij arit, të gjithë ari, i cili ka qenë jo me vullat stampuara dhe me vullën e cila tregon produktin e arit, nuk ka pas të drejtë operatori ekonomik që ta plasoj në qarkullim, ta vendos në qarkullim, me mundësi që blerës potencial të jenë qytetarët dhe ta blejnë. Do thonë automatikisht vepra penale mashtrimi i blerësve pothuajse është e konsumuar në raport me këto veprime. Caki ditës kritike, domethënë, sipas urdhër kontrollit të cilën e kemi siguruar nga ana e gjykatës, kanë qenë 2 subjekte ekonomike, po ashtu edhe 2 shtëpi banimi me hapësira tjera përcjellëse. Dhe në bazë të informacioneve që i kemi pas deri ditën kritike, kanë qenë dikon rreth 4 persona të cilët janë përgjegjës për këto subjekte dhe për këto patënshmëri. Dhe po ashtu në ditën kritike kemi hasë edhe një person tjetër i cili është përgjegjës në raport me dokumentacionin që kemi siguruar. Janë intervistuar në cilësinë të dyshuarve në drejtim të veprës penale kontrabandimi i mallrave dhe mashtrimi me blerës. Kështu që në kuadër të këtyre veprave penale do të vazhdojnë hetimet me mundësi të zgjerimit të hetimeve edhe në drejtim të personave tjerë, mirë po me mundësi zgjerimit të hetimeve edhe në drejtim të veprave penale tjera. Do të thotë nuk ka përfunduar me kaq, sipas dëshmive të gjetura, konsideroj që do të kemi vend edhe për vepra tjera penale. Dua të theksoj që njësia për hetimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit në PI janë treguar shumë profesional, të gatshëm të bashkëndujmë aktivitetet me gjithë mekanizma tjerë, për çka edhe për një punë të mirë dhe të koordinuar mirë dhe kogja profesionale, ka rezultuar një sukses i jashtëzakonshëm, për çka unë si prokurore ndihem jashtëzakonisht mirë kur punohen të gjithë dhe bashkëndujmë të gjithë veprimet në kuadër të kompetencave tona dhe me këtë ju kem dëshmu qytetarëve të Republikës Kosovës se kur bashkohem të gjithë për një interes të përbashkët, gjithmonë në të mirë të qytetarëve, të ekonomisë të qytetarëve të Republikës Kosovës. Për këta jemi dhe për këta ju kemi dëshmuar që në linjë me gjitha institucionet do të dalim me rezultate dhe të gjitura konkrete siç kemi dalë ditën kritike. Dhe me këtë kemi dëshmuar dhe ju kemi treguar që Prokuroria Themelore e PI-s, gjithsesi zyra ime është e hapur për çdo qytetar, për çdo informacion dhe patjetër që ju garantojmë që do të ketë konfidencialitet, do të ketë profesionalizëm dhe do të ketë hetim të shpejtë, të mirë, vetëm në drejtim të veprave penale për cilat neve na keni deponu. Gjitha informacionet, pa u kufizuar nëse gjejmë edhe informacione dhe dëshmi tjera në drejtim të veprave penale. Andaj, edhe sot si edhe herave tjera, gjithmonë ju drejtohem qytetarëve të Republikës Kosovës që të na dorëzojnë, të na deponojnë, të bashkëbisedojnë me neve dhe ju dëshmojmë që gjithmonë do të jemi në drejtim të zbatimit të ligjit të shtrirjes së legjislacionit në të çdo person, të çdo subjekt dhe të çdo institucion, eventualisht nëse veprojnë ose marrin keqpërdorime, bëjnë keqpërdorime në kuadër të autorizimeve apo në kuadër të profesionit apo profilit se ku janë të destinuar. Shikues të nderuar, kemi ndjekur operacionin e radhës të Prokurorisë së Shtetit në gjurmimin e veprimtarive të ndaluara. Është mjaft me rëndësi që secili informacion të raportohet për të lehtësuar luftimin e krimit në vend. Ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni të na shkruani në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.